bukuria është një gjë që Zoti e jep, fytyrat, vijat e fytyrës e tjera, mirë po për Zotin nuk ka asgjë të shëmtuar. Pra Zoti nuk krijon shëmti, po mvaret na si e klasifikojmë bukurinë qoftë përmes miseve. Këtë vit misi është përzgjedh me këto vija, me këto nalësi, me këto flokë e tjera. Mirë po ditëve të sotshme bukuria ka kalu pak ato, gjithse diçka çka është e bukur, ajo ta qetëson zemrën. Diçka çka e te i kaloni, ajo është një bukuri e egër. Prandaj sot bukuria është trend edhe është e mirë kur të na thonë, për shembull, unë shkoj në vendet e huaja në për konferenca dhe më thonë, wow, sa femra të bukura, sa vajza, gra të bukura pas ka Kosova. Ndoshta tu nis prej meje, mos lëvdohet. Se unë po e shohin nëpër internet. Ç'është një Kështu investim? që është komercializu bukuria, ka hinë komercializëm, por nga aspekti psikologjik tash po flas, gjithashtu edhe lën defekte shpirtërore, psiqike me kalimin e kohës, nëse teprohen.